tjetër pos ides që çështja e kryetarit kuvendit duhet kaloj. Dhe në këtë rast më duket absurde, sidomos kur palët pajton këtë rast partitë ish opozitare pajton që i takon propozimi këtë rast vetëvendosës dhe nuk votojnë. Ose mundon me imponu një kandidat. Pra, kjo nuk është as qëndrim politik, por kjo nuk është as strategji politike. Sepse për mendimin tim këtu janë dy opsione. Kur ti nuk pajtohesh me votu kandidatin atij që i takon, ose voton për ose voton kundër. Kaq është. Nuk ka polemik tjetër të as logjik tjetër të funksionimit. Në këtë rast për me hap rrugë, do të thotë idesë së krijimit të institucioneve, Kuvendi i Kosovës partitë duhet votojnë këtë rast pse jo Albulena Xhiu. Hapin rrugë dhe të shohet tutje. Por problemi nuk është Albulena Xhiu dhe kryetari i kuvendit. Problemi është që asnjëra palë nuk ka numra për me bëj qeverinë. Sepse edhe po të fillon me rrjedha fati në këtë rast për lëvizjen vetvendosje, as opozita nuk ka numra që të bëjë një gjë të tillë. Mirë, çfarë ka ndryshuar nga takimi i sotëm? Asgjë s'ka ndryshuar. Çfarë ka sjellë? Ka sjellë ndonjë rezultat, ka trastuar ndonjë rrugë, apo diçka? Se Halili po thotë është edhe antikushtetuese. Jo, antikushtetuese Halili e përmendi një element. Ta diskutojnë këtë çështje ose ta debatojnë në seancën e kuvendit. Kushtrim, Halili e përmendi një element që është antikushtetues, mos prezencë e listës serbe. Dhe përjashtimi i tyre nga ky takim. Pra, kjo është një lloj antikushtetuese sepse janë dhe deputet, ti nuk mundesh me përjashtu një mekanizëm i cili merr votat e 100.000 qytetarëve të këtij vendi. Deshtëm ne përjashto aspektin e ndikimit politik që vjen prej